Rruga e vetme për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian është antarësimi i plot me të drejtë vote. Ky është qëndrimi i Jashes Taravari, pjesë e koalicionit AKI. Sipas Valbon Limanit, nga kjo parti, çdo lloj antarësimi duhet të bazohet në përmbushjen e kritereve të Kopenhagës, përfshir edhe sundimin e ligjit dhe të drejtat e njerëzit, ndërsa për një antarësim të kushtëzuar do të deklarohen vetëm nëse ka propozim konkret. Tarët jemi për antarësimin e Maqedonisë së Veriut, për antarësimin e plot të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian dhe besoj që kjo është rruga e vetme, është biseduar për një mundësi të këtillë, por këto janë ende veç ide të cilat i kanë hedhur, nuk ka kur gjë konkrete, por edhe kur bisedojmë për një antarësim të këtillë, padyshim që edhe në këtë rast duhet të plotësohen kriteret e Kopenhagës, ato kriteret politike, dhe këtu gjithsesi bëjnë pjesë edhe shtetisë drejtës, edhe të drejtat njerëzore dhe shumë faktorë tjerë të cilat duhet të jenë të përmbushura për të qenë pjesë edhe në këtë mënyrë e Bashkimit Evropian. Në qoftë se ka diçka konkrete, atëherë do të prononcohemi rreth asaj se a jemi apo nuk jemi për një antarësim të kushtëzuar. Nga koalicioni vlen thonë se po analizohen të gjitha opsionet për përshpejtimin e integrimit evropian, përfshirë edhe modelet antarësimit me faza. Në kuadër të vlen po shqyrtohen seriozisht të gjitha opsionet që do të nënkuptonin përshpejtimin e integrimit evropian të shtetit, përfshirë edhe modelet e antarësimit me faza. Fokusi ynë është që shteti të bëhet pjesë e familjes evropiane sa më shpejt që të jetë e mundur, me përfshirje aktive në politikat dhe proceset e Bashkimit Evropian. Edhe partia opozitare LSDM me kritika ndaj këtij propozimi, për LSDM në opsioni i vetëm dhe i pranueshëm është antarësimi i plot me të gjitha të drejtat. Ky propozim nuk konsiderohet i mirë as nga Unioni Pan-Europian, pasi sipas tyre mund të ngadalsojë integrimin dhe të krijojë vende me statuse të ndryshme. Kujtojmë se për një skenar të këtillë që Maqedonia së Bashku me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor në fillim të vitit 2027 të bëhet antare e BE-s, por pa të drejtë vote, ditë më parë foli kryeministri Mickoski, duke thënë se është pjesë e skenarit të paqes për Ukrainën dhe eurointegrimet. Megjithatë, cili do qoftë opsioni për antarësim, ndryshimet kushtetuese mbeten obligim.